Një ditë e re për ne agoj, një fest e re për ne filloj. Në gjurmët e t'kaluarës mës do t'jetojmë. Një ëndër kam, për vetëm t'jam, një shpres për t'ardhmën fort më mban. Nesër nja më pret, sepse nga sot unë jam fëmijë të të. Datës 1 deri me 15 prill bëhet regjistrimi i popullsisë, kështu që informon edhe njerëz të afërt kanë e një. Një fillim të ri para ne shkemi, e ja edhe ti me ne bashkohu, në këtë fest bashk me ne gëzohu. Një ditë e re për ne agoj, një fest e re për ne filloj. Në gjurmët e t'kaluarës më nuk do t'jetojmë. Një ëndër kam, për vetëm s'jam, një shpres për t'ardhmen fort më mban. E nesër m'ja më pret, sepse nga sot unë jam Fëmijë të të ardhmes ne jemi, një fillim të ri para ne shkemi, e ja edhe ti me ne bashkohu, në këtë fest bashk me ne gëzohu. Qendri Statistikës së Kosovës, përkatësisht e regjistrimit të popullsisë, është e përgatitur për realizimin e projektit të regjistrimit të popullsisë. Do të janë përgatitur pyetësorët e udhëzimet sipas standardeve të Bashkimit Evropian, përkatësisht statistikët e Eurostatit. Po ashtu është bërë regrutimi i stafit i cili do të involvohet në projektin e regjistrimit të popullsisë, duke filluar nga instruktorët e shtetëror, mbikëqyrësit, kontrollorët, regjistruesit. Po ashtu janë mbajtur edhe trajnimet për këto nivele hierarkike të projektit, ndërsa në ditën e hënë përkatësisht me datën 21 do të mbahet edhe trajnimi për regjistruesit, të cilët janë të rekrutuar për regjistrimin e popullsisë, ekonomie familjare dhe banesave.